Shtëpia e shqiptarit ka një histori të veçantë. Sigurisht. Edhe unë do desha të ndanim me teleshikuesit historinë e kësaj ndërtese dhe si ju arritët që ta bëni atë si qendër të gjithë veprimtarive tuaja në Filadelfia. Shtëpia e shqiptarit apo qendra e shoqatës Bitë e Shqipes Filadelfia, i themi, i referohemi shpesh shtëpia e shqiptarit, po më pëlqen të them edhe dua ta theksoj, i ka dyert të hapura për të gjithë. Është hapur për gjithë shqiptarët, jo vetëm për Filadelfia, po anë mban botës janë të mirëpritur te shoqata jonë. Është e vërtet pjesa historike, është edhe në regjistrin e ndërtesave e objekteve historike të qytetit Filadelfias, e megjithmend mbart historinë me vetë. Fillimet e ndërtesës janë gjetur dhe dorë shkrime, edhe po të shikosh dhe në Google gjen faktikisht, ka plot. Si që i benin atë kohë shtëpit me pedruri, dhe me log house, i ka që nga vitet 1700 e ca. Por, ndërtesa ekzistuese, që janë bërë me mure, kur thoshin pleq tanë, në të paktën në zonën e Korçë, ma e mentun muri gjerë 60 pont, janë mure të gjera prej guri, mendojtë se i ka në vitet 1803. Pra është një ndërtesë me vlera arkeologjike, i thonë amerikanët, historike edhe kulturore. Edhe kulturore, se është përdorur për shumë vite si shkollë për emigrantët evropian për të mësuar zanate. Edhe gjumë, po dhe zanate të ndryshme, skills, që të mësonin të benin diçka me dorë. Plus më vonë pastaj, deri vonë kjo e ka patur emrin Lord Dublin Academy, ka qenë shkollët. Edhe historinë tjetër që Mackenzie, William Penn ishte ai guvernatori i shtetit të Pennsylvanias që mori dhe emrin, po, ai ja ka dhënë këtë tokë ku është qendra jonë, ja ka dhënë Mackenzie vetë me si në atë kohë, me tapije, me çdo gjë. Por ajo që është më kryesorja, do thosha, shoqata jonë megjithëse i jam pak a shumë shkollës shqipe mësojnë të resparë në Korçë. Se është ndërtesë me muri të gjera, me mur guri, dhe në kohën që e blem ne, në vitin 2018, kjo u ble vetëm me donacione financiare, dhurime financiare, nga anëtarët e komunitetit shqiptar. Po synonit këtë ndërtesë, apo nga që kishte mundësinë? Ne po shikonim, sepse qendra jonë ekzistuese ishte e vogël, edhe komuniteti po rritë dita ditës, po zgjeroshe, edhe anëtarët e shoqatës gjithashtu. Dhe po kur gjetëm këta, ne insistuam për ta blerë, sepse kjo është edhe vendi është i mirë, ka hapësira jashtë, por ishte edhe si ndërtesë e veçantë, siç thash. Dhe puna më e madhe që u bë aty për rinovimin e kësaj, sepse ishte dëmtuar nga zjarri dhe nga koha për shumë vite që ishte bosh, u bë 80-90% e punimeve për rinovimin e kësaj godine u bë falas. U bë falas nga anëtarët e komunitetit, nga anëtarët e shoqatës, nga kontraktorët, nga bizneset. Ne, si drejtues shoqatës dhe anëtarët e tjerë të Këshillit Drejtues, apo dhe të tjerë të ish drejtues shoqatës, ne i shtrim dorën komunitetit shqiptar. Ata u përgjigjen masivisht, ata u përgjigjen fuqishëm, sepse ne u thamë, e janë ta bëjmë këtë gjithë së bashku. Kjo shkollë, kjo shoqatë, kjo qendër e komunitetit do jetë për të gjithë ne, do jetë për fëmijët tanë, do jetë për brezat e ardhshëm. Edhe përgjigja që jo vetëm pozitive, po siç thash, ishte diçka shumë e bukur, e veçantë, fantastike, dhe vitin e kaluar, në 13 tetor të 2024, ne bëjmë përurimin e godinës dhe lëvizëm në një shtëpi të re. Kjo ndërtesë ka qenë historike dhe kishte shumë anë pozitive, po kishte disa anë negative që bënte akoma më të vështirë për restauruar dhe për të marrë përmitet nga shteti. Janë proceset tepër të gjata dhe kushtojnë akoma më shumë se sa një ndërtesë normale, sepse kalojnë inspektime të ndryshme. Por si shoqat, si të gjithë, si komunitet në Filadelfia, kemi punuar fort dhe ja kemi arritur. Kësa ishte një punë e vërtet që duhet falenderuar gjithë komuniteti i Filadelfias, sepse këto hapat e tjera bën dhe procesin akoma më të gjatë dhe më të vështirë.
E natyrisht duke qenë avokat keni pasur rol në këtë drejtim. Po, çdo njeri bëri pjesën e vet. Do desha të theksoja faktin që ishte një qendër historike, duhet paktën në pamje të jashtme nuk duhet të ndronte lukun, si do të themi kështu të e di që janë më të rrept për sa i përket këtyre. Urdhë. Do, se unë te kam profilin punën time kryesore, dhe kur bën një shtëpi domethënë që është historike, edhe bën një projekt që është historike, dhe një projekt që është zakonshëm, mund, po shkojnë domethënë shpenzimet shkojnë gati 2 fishi, e kupton. Po ne kur e blem këtë ndërtesën nuk e dinim origjinali që ishte historike dhe duhet të gjë, po megjithatë ishte s'dua të jam marrë fjalën këtyre kolegëve, por ishte domethënë diçka shumë që unë vërtet domethënë jo vetëm unë, po dhe shumë kjo shtëpi solli shumë domethënë edhe shqiptar të rinj, edhe bashkime, domethënë që është diçka shumë pozitive. Domethënë disa njerëz që mendojnë për shembull që nuk kemi kohë apo prap domethënë nuk kemi kohë ekstra ta harxojmë për shembull te komuniteti apo domethënë ne vëmë re se u sensibilizuan shumë në një fotografi të madhe prap domethënë aty me numër afërsisht se domethënë po të bësh tamam me fjalë që të pagueshin shpenzimet se si shta Dritani domethënë që 80% 90% e punës aty është bërë domethënë vullnetare, edhe po ta kthesh domethënë komplet atë punën vullnetare dhe shpenzimet dhe pagesat domethënë një popull që jemi aty në një komunitet, mund të them sinqerisht domethënë nga fillimi deri në fund aty mund të kesh shkuar me numra jo të sakta, kuptohet se nuk e di gjithë, po 2 deri në 3 milion dollar, domethënë që është mbledhur nga komuniteti jonë aty, që është bërë ajo diçka e bukur, edhe vërtet si shtat Dritani, domethënë shumë shqiptarët e kanë vërtet kuptuar atë që hey, domethënë duhet të bëjmë diçka, duhet të krijojmë diçka për të ardhmen e fëmijëve tanë, domethënë. Edhe si thash prap, domethënë nuk ka kënaqësi më të madhe kur vetë aty për shembull të djelave që kam shkuar, kam patur rastin apo të gjithë, domethënë shikon kalamajt që flasin shqip me atë shqipin e bukur, apo mësojnë kështu vallëzime apo recitime apo këngë të tjera, domethënë është diçka shumë e bukur, edhe po të jenë domethënë të gjithë që mund të vinë aty, domethënë është diçka siç e thash prapë, domethënë shumë e madhe se ajo që mendon ti për jam unë apo ti apo tjetri, kupton. Jo, unë evidentoj faktin dhe e vlerësoj faktin që duke u organizuar në këtë formë, ju keni jeni bërë pioner dhe keni dhënë shembullin më të mirë se si mund të përshtatet komuniteti shqiptar për të organizuar të ashtu quajturat qendra kulturore. Ne nuk kemi patur ndihmë siç kanë shtetet tjera dhe nga shteti am, megjithëse ekziston neni 5 i kushtetutës për të ndihmuar diasporën, dhe nevojat e diasporës janë pikërisht tek shkollat, tek qendrat kulturore, nuk i kërkon shqiptaro-amerikani shtetit të vet para për mirëqenie. E kupton, ne duam që të investojnë në këto shkolla dhe të krijojnë edhe qendra tjera kulturore ku ka grumullime kryesore të shqiptarëve, si në shtetin e New Yorkut, në shtetin e Floridës, në shtetin e Teksasit apo në Kaliforni. Pra, unë këtu në Michigan ka komësi të tjera, cilët janë pak a shumë me popullsi sa numri popullsisë shqiptare, ka gati 4-5 qendra bosnjake. Domethënë nuk është një popull aq i madh, pra po të duan shqiptarët bëjnë këtë që keni bërë ju. E ky është shembulli më pozitiv që unë do t'ja theksoj të gjithëve. Ne këtu në Michigan kemi pasur fatin, kemi qendra fetare, por këto kanë shërbyer si organizime të komuniteteve fetare. Megjithëse aktivitetet e përbashkëta është tjetër gjë, por është një qendër fetare në thelb. Pra, do deshim si shqiptarë që kemi pak a shumë 3-4 besime që të
kishim diçka të përbashkët që na takon të gjithëve, jo një krajine, jo oparit për shembull nga vini ju, edhe tjetri është nga Malësia e Madhe. Kur vjen fundit, ne shqiptarët e diasporës e kemi realizu bashkimin kombëtar këtu. Të gjithë e kemi miq nga Malizi, nga Kosova. Megjithatë do ndalemi edhe tek roli i shkollës, sepse ju përmendët faktin që shkolla është si një mjet që do të bashkojë jo vetëm moshat tona, por dhe të ardhmen e shqiptaro-amerikanëve. Çfarë masash keni marrë në drejtim të shkollës? Shkolla shqipe, siç thash, është hapur në vitin 2002. Edhe zhvillon mësim çdo të diel nga ora 10 deri në orën 1. Mësuesit, po kthejmë pak prave, do them që drejtuesit e shoqatës, anëtarët e këshillit drejtues janë në mënyrë absolute falas. Ne paguajmë pak mësuesit, është diçka simbolike faktikisht, sepse është për kushtim i madh. Dhe disa nga ato kanë mbi 10-15 vite aty që japin mësim në shkolla shqipe. Programi i shkollës është më tepër për të mësuar gjuhën shqipe. Por, në këtë, ne e bëjmë mësimin edhe tërheqës, interesant, për t'i mbajtur fëmijët të lidhur me kulturën, me traditën tonë. Siç e tha dhe pak Artani që mësojmë këngët shqip, vallet, si të kërcejnë. Në çdo aktivitet, mund të them, kryesor që bëjmë ne të rëndësishëm, fusin fëmijët elementet të shkollës. Valle me fëmijët e shkollës, recitime, disa fëmijë këndojnë. Dhe në këto 21 vit 22 si vjet që është hapur shkolla, besona apo jo Rafael, ne po na kthejmë ish fëmijët e shkollës shqipe. Tani janë bërë prindër, kanë fëmijët e vegjël. Po sjellin ish fëmijët, po sjellin fëmijët në shkolla shqipe.